Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në emisionin festiv për fëmijë të Radio Kosovës. Sot në studio kemi 7 nxënës nga shkolla Prenjakova dhe Amadeus, të dyja shkolla të muzikës, të cilat do të kenë një performancë shumë të bukur dhe do të tregojnë më shumë rreth rrugtimit të tyre, sfidave që kanë hasur, si dhe instrumenteve që luajnë. Qëndroni me ne për një bisedë dhe performancë shumë atraktive. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne në studio. A mund të na prezantoheni? Përshëndetje, unë jam Princ Fanaj, luaj në instrumentin e violinës. Unë jam Leonisa Bityqi dhe jam në instrumentin e pianos. Përshëndetje, unë jam Reina Zenullah dhe jam në instrumentin e gitarës. Përshëndetje, unë jam Amela Zenullah edhe luaj në instrumentin e violoncellos. Përshëndetje, unë jam Lindi Pasha dhe luaj në instrumentin e violinës. Përshëndetje, unë jam Miran Korqa dhe luaj klarinetën. Përshëndetje, unë jam Ranka Astrati edhe luaj gitare. Princ, pse e ke zgjedhur instrumentin e violinës? Unë instrumentin e violinës e kam zgjedhur për shkak që kur luaj violinën e kam si një farë ndjenje që mi shpreh gjitha emocionet e mia duke luajtur. Leonisa, pse të pëlqen shumë të luash në piano? Mendoj që piano është një prej vendeve ku mundesh me shpreh veten më së miri. Po ashtu ka shumë kompozitorë të ndryshëm të cilët e kanë dedikuar jetën për të luajtur në instrument, po ashtu edhe kanë shpreh shumë emocione gjatë performancës. Rina, pse ke zgjedhur instrumentin e gitarës? Unë instrumentin e gitarës e kam zgjedhur se ka një histori shumë të mirë edhe më pëlqen tingulli i saj. Amela, a mund të na tregosh pse të pëlqen violoncelli? Violoncello është një ndër instrumentet më të bukura që unë kam njoft ndonjëherë. Për instrumenteve harkore, violoncello edhe violina më pëlqejnë më shumëte, edhe për këtë arsye edhe kam zgjedhur violoncellon. Lindi, pse ju pëlqen shumë instrumenti i violinës? Po, kur performoj me instrument violinës, mendoj se e gjeni një qetësi shpirtërore edhe gjitha problemet vetëm largohen, domethënë. Miran, a mund të na tregoni pse të pëlqen të luash klarinetën? Klarineti më pëlqen shumë se ka një tingull të bukur, edhe muj me lu pasazhe të shpejta, ngadalta e shumë sene ndryshme. Rom, pse të pëlqen instrumenti i gitarës? Instrumenti i gitarës më pëlqen mu sepse më thonë relaksona shumë kur e luaj gitarën. Nëse kam ndonjë problem gjatë ditës ose diçka që më bezdis, atëherë kur luaj gitare më ma zhdu ka të problem. Si dhe e kam edhe si pasion ose si motiv edhe gjyshin, ai ka luajtur gitare edhe prandaj për shkak të tij gjithashtu kam qejf të mësojmë sa më mirë të luaj gitare që ta në mënyrë ta bëj edhe ato të kënaqur edhe ta gëzoj. Tani të dashur fëmijë, do të ndëgjojmë një pjesë të shkurtër të performancës së përbashkët që kanë miq tanë të ftuar sot në studio.